Numri telefonit të numër që unë përket vetë mua. Vetë me si individ nuk e kam dhënë pëlqimin që çato dhona mu publiku. Kem raste edhe në fazën e trajtimit ku kem pranuar se është edhe një rast tjetër, për shembull, ka raste ndaj mediave kur kanë shpërnda numrat të telefonit, pse nuk guxon me u publiku për shembull një numër i telefonit të dikujt? Pa pëlqim them. Numri telefonit të numër që unë përket vetë mua. Juve është një marrëdhënie kontraktuale që ti kin me një operator të telefonisë mobile dhe ai numër është individual i yti. Kem raste kur për persona publik që numrat e tyre të telefonit i kanë të postu në faqet e tyre të institucionit, ai numër është publik. Për arsye që ai vetë ka publikuar që çdo kush mund me kontaktu për raste të caktuara. Për momentin kur ato dhona nuk janë publike, ne nuk guxojmë që dhonat e një individi i cili telefonin e përdor komplet për qëllime personale, numri i tij i telefonit të vendoset në publik dhe çdo kush mund të ketë çështje, mund ta thirrë, mund ta t'i dërgoj e-maila, SMS apo forma të ndryshme dhe pse duhet ai numër më kon publik, për arsye që unë vetë si individ nuk e kam dhënë pëlqimin që çato dhona më publiku. A keni raste që i keni trajtuar? Kem raste edhe në fazën e trajtimit ku kem pranuar se këto lloj ankesa jemi në fazën e trajtimit të dy rasteve dhe në momentin kur merret vendimi, vendimet tona janë publike dhe kanë qasje palte jashtme. A kanë respektu ata që kanë publiku, për shembull, në këtë rast qoftë edhe mediat, a kanë respektu vendimin për me fshi numrin apo ato dhona të cilat janë publiku? Në fakt e specifikova që vendimet tona alo nuk ju kanë dërguar media, po ju kanë dërguar pyetjet pse janë publikuar ato dhona dhe ne kemi pranuar përgjigjet. Qoftë nëse është fytyrë publike apo jo publike, është interesi publik, janë thënë në interesin publik, po cili është interesi publik, mu publiku numri i telefonit atij personi dhe në këtë rast ne jemi në fazën e trajtimit, po momentin kur ne i dërgojmë vendimet që ato dhona mu fshin apo mu shkatërru nga ai apo më largun nga platformat, është fakt që deri më tani gjitha vendimet e agjencisë janë zbatuar. Çka ndodh nëse nuk zbatohen? Në fakt, në momentin që vendimet e agjencisë nuk zbatohen, faza e parë është urdhërimi që ato dhona më largu, pastaj shkojmë me gjop. Agjencia ka kompetenca deri edhe në konfiskimin e pajisjeve cilat i publikojnë ato dhona. Por